Mirëmëngjes, mirë se erdhe profesor. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të flasim dhe të mësojmë më shumë nga ju, ashtu si zakonisht. Her pas here kemi pasur të studio të flasim për insektet të rrezikshme, veçanërisht tek riqërat jemi fokusuar. Por kësaj radhe po flasim për një tigër që nuk është kafshë, por është mushkonjë. Mushkonja tigër. Na tregon më shumë rreth kësaj mushkonje. Po, ne ka disa vite, në kuadër të Universitetit Prishtinës përcjellim apo e monitorojmë gjendjen e quajmë vektorët artropod, ku përfshihen riqërat, mushkonjat e zallit, dhe është edhe një kategori tjetër që të gjitha këto së bashku luajnë rol në transmetimin e patogjenëve në njerëz dhe kafshë. Dhe me thonë, ruajtja e shëndetit publik është e rëndësishme, duke marrë parasysh se sidomos mushkonjat ka një aftësi që të transmetojnë patogjen nga njëra anë dhe të shkaktojnë smundje, por edhe nga ana tjetër janë një shqetësim për qytetarët. Për shembull, unë mbrëm nuk fjeta mirë se më sillej një mushkonjë, edhe këto shqetësime që janë në disa zona zakonisht janë edhe problematike, më thonë, duke e kuptuar që ekosistemi sot është i rëndësishëm edhe jeta duhet jetë ose të mendohet në aspektin e kësaj që koncepti një shëndet. Më thonë, ambienti, njeriu që përfshihen edhe kafshët, por në këtë rast janë edhe këto insektet apo mushkonjat që do të flasim më shumë. Pra, bota nuk është veç e jona, është e gjithëve, edhe insekteve dhe këtij zinxhirit. Po, është më thonë pjesë e natyrës, nuk mund të përjashtohen. Po flasim për mushkonjen tigër. Origjina e kësaj është interesant që ka... Nga Deçani? Jo, në vitet, mendohet që në vitet dikon 70-ta ka ardhur në Shqipëri, në Durrës. Edhe atë me ato anijet që kanë shkëmby mallra, ku ka qenë Shqipëria në kohën me Kinën, që kanë pas pothuajse shkëmbime tregtare, dhe ka ardhur përmes tyre anijeve dhe ka fillu, më thonë është publikimi i parë dhe ka fillu pastaj përhapje në Europë, dhe sot komplet Europa është duke u ballafaqu me këtë mushkonjë që ne quajmë për fajt Shqipërisë. Po aty është identifiku, mund këtë qenë edhe në Itali, Greqi, shtete tjera, po për herë të parë është raportimi, dhe më thonë që në Shqipëri mendohet që ka ardhur përmes anijeve tregtare nga Kina. Dhe duke kriju një ambient pastaj në Shqipëri, ka vazhdu përhapjen pothuajse në shumicën e vendeve të Evropës. Ekzistojnë 18 lloje të mushkonjave në Kosovë. Ne kemi lloje tjera që janë më të përhapura, ndërsa kjo është e fundit. Edhe kemi, domethënë, raportimin e parë në Kosovë që është në 2020, në kohën e Covidit, kur kolegja nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, duke vazhduar me hulumtimin e saj, e ka raportu për herë të parë në një fshat Prizrenit. Dhe nga 2020 deri tani, duket që ka një përhapje, dhe kjo mushkonjë që ne quajmë mushkonja tigër është për shkak se është e zezë, po me ato ngjyrat e bardha, apo linjat e bardha, sidomos tek ekstremitetet dhe në pjesë të trupit, duket bardhë e zezë në ato që e identifikojmë edhe si një tigër i vogël. Po sa është i rrezikshëm ky tigër i vogël? Mushkonjat janë aktive zakonisht me ato që i kemi ne shumicën në mbrëmje, gjatë pasdites, së vonë, apo edhe më vonë. Më thonë, krijojnë shqetësim për banorët, për qytetarët. Kjo mushkonja tigër është aktive gjatë ditës, edhe mund të jetë në kohën e paramesdites, dhe më thonë 11-12, dhe gjatë kohës pasdites, gjithashtu aktive gjatë kohë kur është koha me diell, edhe mund të jetë e populluar apo e vendosur edhe në zonat rurale, në qytete, se nuk i duhet shumë ujë. Mushkonjave ju duhet ujë për të shumësu. Dhe një pjesë e tyre në natyrë
shumëzohen në ujrat e ndenjëra, kur ka vendet të grumbulluara me ujë, edhe atë femrat pasi të kenë thithë gjak, i lëshojnë vezët, dhe nga vezët kalon në ujë stadet e larvave, dhe duke vazhduar pastaj disa stadet e larvave, pupa dhe imago apo rritura. Ndërsa mushkonia tigër nuk i duhet shumë sasi e ujit. Do më thonë është një mushkonjë shumë agresive, invazive, me tendencë për të përhapur, për të shumëzuar, dhe vazhdon, më thonë, mundësin për të vendosur, sidomos për shembull ne në qytete, disa që kanë kopshte, ujitin lullët, kanë disa enë të cilat edhe aty ka pak ujë për të që mbetet, zakonisht kjo është edhe zakonshme të një. Atëra ajo shkon edhe fillon të shumëzohet duke prodhu vezë dhe vazhdojnë gjenerata tjera. Në ujë bën vezë? Po, në skajt e ujit, në ujë, edhe fillojnë larvat duke u shumëzuar edhe duke vazhduar pastaj brenda pak ditëve kalojnë në gjeneratat. Përmende, femra i lëshon vezë pas pickimit, e mashkujt a na pickojnë? Mashkujt nuk na pickojnë. Nuk na pickojnë? Jo, mashkujt nuk na A për pickojnë. shësat mirë jemi. Shëfojnë ta pinë gjakun për Edhe tani është po dalim të kontroli, kanë fillu disa shtete që të investojnë në teknikat që ne i quajmë teknikat sterile, ku me prodhu linja të cilat kur të lëshohen ato, bashk për të qivzu apo për të shumëzu, me prodhu gjenerata sterile, apo meshkuj steril. Do më thonë që femrat prodhojnë vezë, po që nuk qelin, do më thonë nuk zhvillojnë gjenerata tjera, edhe kjo si duke do tjetë një, po themi e ardhme, e kontrolit të mushkonjave. Qëfar sëmundje mund të përcjellin? A përcjellin vetëm të kafshët, apo edhe tek njeriu? Mushkonjat në përgjithësi, atë që e kemi të zakonshme edhe që është më e përhapur këtu kuleks, këtë që e njofim, është përgjegjës për transmitimin aktualisht të virusit të Nilit perëndimor. Do më thonë është një virus i cili ka fillu edhe vazhdimisht ka përhapje. Këtë vit rastet e para i kemi në Maqedoninë Veriore me këtë virus, ndërsa shtetet të cilat janë më të prekura është zakonisht Italia, Greqia dhe shtetet tjera, deri në këtë kohë që po flasim, janë më thonë rreth 5-6 shtetet të cilat kanë raste në njerëz të virusi transmituar nga mushkonjat. Por jo nga ky lloj, është lloji ai që është i zakonshëm kuleks. Në këtë rast, në Kosovë, a ka zonat caktume ku janë ma të mbipopulluara me mushkonja? Edhe ku i gjendet ma shumë këta tigrat, në cilat zona, veç në Prizren? Apo ka dhe gjitha? Tigresha. Aktualisht, mushkonja tigër është etabluar, apo që ka zënd vend, edhe është, ne kemi pa shumë vende ku ka prani të kësaj mushkonje është Prizreni, tani më edhe në periferi dhe qytet, por kohëve të fundit kemi pa edhe në Gjakov. Ajo që ne... Për shkak të temperatura më të nxehta? Po, ky lloj mushkonjes lidhet edhe me temperaturat, me ndryshimet klimatike, me përshtatjen që bën, domethënë, ky lloj mushkonjes në atë që me këto ndryshime të cilat edhe po ndodhin. Do më thonë Prizreni dhe Gjakova, me gjasë edhe ajo zona ndërmjet Prizrenit dhe Gjakovës mund të jetë me prani të kësaj mushkonje. Ne jemi të interesuar ta përcjellim a është edhe në për shembull Prishtinë, apo Ferizaj, apo qytete tjera, do ta monitorojmë në të ardhmen. E përmendet janë 12 lloje, 18 lloje gjithsej të mushkojave në Kosovë. A janë gjithat rrezikshme? A janë cila është më e vështirë, më e rëndë, cila na sulmon më shumë? Po, më së shumti që i kemi të përhapura janë 2-3 lloje. Është ky kuleks, i cili kjo mushkonja e zakonshme që dhe dim, është edhe një që është Anopheles, një gjini, që kjo gjini është e lidhur edhe me smundjen e malarjes. Edhe pse malaria është e çrënjosur, pothuajse në Evropë nuk ka raste të malarjes, por rastet e importuara janë që paraqiten. Jo, do më thonë, përgjegjësi kryesor i malarjes, po është
është një gjini që përfshihet domethënë Anopheles dhe shumica prej tyre janë përgjegjës për transmetimin e parazitëve, bakterieve dhe virusëve. Më problematike janë parazitët dhe bakterët. Për shembull, në studimin e fundit, se i kemi bërë më shumë se, ndoshta më shumë se 20 studime të cilat janë edhe me pjesëmarrje ndërkombëtare, ku kemi edhe shumicën e tyre të publikuara. Publikimi i fundit është në mushkonja, ne kemi detektuar në Kosovë virusin e Nilit perëndimor, që nënkupton ky virus është tash endemik. Zonat të cilat më shumë janë të pranishme, lidhen edhe me numrin e mushkonjave. Patjetër, këtë virus e kemi gjetë edhe në afërsi të Prishtinës. Po mbetet Lipjani, që është një zonë fushore ku ka mundësi për ujë, domethënë për ujëra të ndenjura, por gjithashtu edhe zona tjera. Domethënë Kosova nuk është një vend me raste shumë, domethënë sikur disa shtete tjera, por mund të, për shembull ky shi që ka ra, mund të krijojë kushte të favorshme për shumëzimin e mushkonjave. Dhe si ndodh qarkullimi i këtyre patogjenëve? Mushkonjat nuk thithin gjak vetëm në njerëz, më thonë i preferojnë kafshët, por edhe shpendët. Nëse do thithin gjak të shpendët, do të marrin edhe virusin apo patogjenët dhe qarkullon virusin ndërmjet mushkonjave dhe shpendëve. Në mënyrë aksidentale, nëse do të pickoj një njeri, mund ta transmetoj edhe virusin këtë rast. Më thonë është virusi Nilit perëndimor. Tani ne kemi testuar edhe për virusin dengi, që është një problem global. Ky është një virus që është më shumë i pranishëm në Azi, për shembull vendet aziatike, Indonezia, Malajzia, Tajlanda, por edhe disa shtete tjera kanë një numër mjaft të madh të pacientëve me këtë virus. Gjithashtu është edhe një virus tjetër që quhet chikungunya dhe Zika. Ne i kemi testuar dhe fatmirësisht jo negativ. Kjo nënkupton që Evropa nuk është që ka një zonë endemike që mushkonjat i transmetojnë këto lloje të virusëve, por nëse qytetarët tonë do shkojnë për pushime, për shembull Maldive. Edhe personat që nuk kanë probleme me imunitet, edhe nëse infektohen, kanë virusin brenda, nuk shfaqin shenja dhe duken klinikisht të shëndosh. Nëse ata vinë, për shembull një nga Prizreni apo Gjakova, edhe në shtëpinë e vet kjo mushkonja shkon edhe thith gjak të aj, mund ta transmetoj në pacient tjerë edhe nga importi ne të Profesor, pse disa persona thonë, paraqisin problem të persona thonë ma shumë për pickojt mu, tjetëri thotë jo, mu nuk kam të lashë shumë, a dalën diçka? Po që ka gjakun e ëmël. Po që thonë e ka gjakun e ëmël, a ka diçka bazë kjo shkencore diçka? Po kjo lidhet, për shembull mushkonjat e duan dioksidin e karbonit, por gjithashtu edhe lëndë të cilat lirohen nga lëkura, lëndë, siç mund të jetë acidi, domethënë lloje të acideve të cilat këto kanë receptor të cilët i nuhasin më shumë ata, ose gjëndrat e djersës dikush i ka më aktive se dikush tjetër. Kështu që kjo lidhet me atë që ata nuk është kanë të ëmbël, por prodhojnë më shumë nga këto lëndë të cilat i tërheqin mushkonjat dhe mushkonjat preferojnë të shkojnë zakonisht te këta persona. Lidhet edhe temperatura, dioksidi i karbonit, por edhe lëndë të cilat lirohen nga gjëndrat e djersës në lëkurë që i tërheqin mushkonjat. Sa po kanë efekt të dezinsektimet që bëjnë institucionet, sidomos institucionet komunale, dhe çaj preparat është ai dëmshëm edhe për jetesën e njerëzve, a bën dëm në ambient? Po, unë po filloj kështu, ne quajmë menaxhimi integruar i mushkonjave. Është një koncept i ri ku nuk është vetëm dezinsektimi që duhet realizohet, por së pari duhet të bëhet monitorimi, duhet të dish se çfarë lloj mushkonja, çfarë biologjie kanë, ku janë më të përhapur, duhet bëhet detektimi i patogjenëve, të dihen zona se ku është rreziku më i madh, edhe duhet të vazhdohet me trajtimin ku në Evropë, sipas legjislacionit evropian, nëse s'ka smundje të përhapur, përdoren që ne i quajmë larvicid. Në këto vendet e ndenjura të ujit, ku janë larvat, të përdoret një preparat që quhet
BTI, është shkurtesat e një bakteri, por që është ekologjik, nuk ka ndikime negative në ambient dhe përdoret për t'i shkatërru larvat. Këtë është koncepti ose teknika më e re e largimit ose eliminimit të mushkronjave. Ti eliminojmë larvat akoma pa dalë. Përdorimi i insekticidëve që ne i quajmë adulticid, për t'i largu adultët, ose këto insektet që fluturojnë, mushkronjat që fluturojnë, në Evropë nuk praktikohet. Edhe shtetet e regionit, për shembull edhe Shqipëria tani nuk e praktikon, që kanë edhe probleme shumë, ata praktikojnë përdorimin e larvicidëve. Do të thonë janë më të avancuar. Ne rekomandojmë tani institucionet publike në këtë rast përgjegjëse, po tash komunat janë ato të cilat edhe realizojnë, për shembull komuna e Prishtinës, e Gjilanit, e Prizrenit, e Ferikës. Marrin masa kryesisht. Po komunat përdorin adulticid, që unë konsideroj duhet konsultohen edhe ata që përgatisin specifikacionet me institucionet edhe shëndetësore edhe kërkimore që të kalohet në aplikimin e produkteve larvicide, që janë të përshtatshme për ambientin. Sa është jetesa e mushkojës? Po, mushkronja mund të jetoj, dhe më thonë, brenda një kohë, disa muajve, por kanë aftësi disa që ne i quajmë të mbijetojnë edhe gjatë dimrit, dhe më thonë, që zakonisht futën në podrume, por ato mbijetojnë edhe përmes fazave vezë, disa, për shembull Aedes albopictus ose mushkronja tigër, vezët e tyre mbijetojnë, pastaj mund të mbijetojnë edhe adultët. Do të thonë kanë aftësi që të qëndrojnë për një kohë mjaft të gjatë. Kësaj tigrit a do të më u friksu nësi që banor kënej? Konsideroj që nuk është situata për ndonjë panik, se të njëjtat problemi i kanë edhe shtete tjera, por duhet të krijohen masa të monitorimit, masa efikase. Fatkeqësisht ne vazhdimisht si Universiteti i Prishtinës aplikojmë në projekte edhe jemi të interesuar të ndihmojmë edhe ministritë edhe institucione tjera për të pas një bazë shkencore për të aplikuar masa të tilla kundër smundjeve. Për shembull, ne kemi folë për rriçra. Ministria e Bujqësisë bën dezinsektimin për të eliminuar rriçrat që s'kan efekt. Do të thonë 1 milion euro harxhohen kot pa ndonjë efekt dhe këto para mund të jenë shumë të dobishme në atë që ne do t'i quajmë masa të monitorimit, të identifikimit të zonave të rrezikshme dhe të aplikimit të këtyre produkteve të cilat janë me ndikim pozitiv në ambient, apo që nuk kanë ndikim në mjedis. Dhe konsideroj që bashkëpunimi ndërmjet edhe komunave, edhe nivelit qendror, me institucionet kërkimore, duhet të jetë më në nivel për të pas një bazë të qëndrueshme për të vepruar në uljen e populacionit të mushkronjave dhe për të kriju një ambient më të përshtatshëm për qytetarët tanë. Urojmë kjo të ndodhë, profesor, dhe të faleminderit shumë që ke qenë sot në studion e programit Mëngjesit për të na folur më shumë